Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjem të betemi po së bashku në hapësirën e intervistës. Në këtë moment më bashkojnë një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it, mjeku Erion Dasho. Doktor, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Doktor, ne do të vjojmë të flasim sa i takon zhvillimeve dhe aktualitetit politik në vendin tonë, do të vjojmë të diskutojmë procesin e primareve në Partinë Demokratike dhe unë do doja që ta nisja pak personalisht me ju. Dhe çdo ditë më shumë vërtetohet që jo vetëm karriera politike, por karriera e kujtdo që ekziston në këtë botë, suksesi i së cilit varet nga fitore të vogla, dhe ju jeni nga ato personazhe që keni fitore të vogla, por me një ndikim tepër të madh në zërin dhe përfaqësinë e qytetarëve. Ju keni qenë pjesë e procesit të primareve në qarkun e Beratit dhe antarësia ju ka votbesuar dhe ju ka nxjerr të tretin në listë. Pra, Zia Ismaili me 1091 vota, Ledion Mara me 306 vota dhe më pas jeni ju, Erion Dasho, me 238 vota. Fillimisht urime për procesin e primareve, doktor Dasho, teksa dua të marr pak në këto momente një analizë të gjithë këtyre zhvillimeve, të paktën nga ana juaj. Jo, nuk jeni në Shqipëri patjetër, sepse ushtroni profesionin tuaj në një vend tjetër, por a tregon, a është një indikator kjo që tregon se pavarësisht vendodhjes, intelekti, dituria, profesionalizmi dhe gjithçka tjetër nuk ndahen asnjëherë dhe nuk harohen asnjëherë? Së pari, ju falenderoj shumë për ftesën. Albi, është diçka shumë e këndshme dhe diçka shumë e bukur që të mund të diskutojmë hapur me ndjekësit që na dëgjojnë në këto momente dhe që na shohin në këto momente rreth motiveve të kandidimit dhe natyrisht edhe rreth atyre temave që u cekët. Ishte një vendim i cili ishte i mirë menduar nga ana ime dhe i cili mbart në vetvete edhe disa mesazhe. Në rast të parë, ju e thatë fare mirë që unë pavarësisht se jam i larguar nga Shqipëria prej shumë vitesh, por kam qenë prezent vazhdimisht në problematikat e shumta me të cilat përballet Shqipëria. Një zë fuqishëm për hir të së vërtetës. Jo vetëm për aktualitetin politik, por për gjithçka tjetër që lidhet edhe me pjesën e mjekësisë. Dhe kam përshtypjen njerëzit këtë nuk e harojnë. Faleminderit, e vlerësoj shumë këtë koment dashamirës tuaj. Unë do të thoja qoftë edhe modestisht, unë jam munduar të kontribuoj me aq sa mund të kontribuohet në distancë për problematikat e shumta që ka shëndetësia shqiptare. Dhe kam qenë kritik sepse kjo problematikë dhe ky aktualitet e meriton të jetë kritik. Pra, shëndetësia shqiptare sot në Shqipëri ndodhet në një nga momentet e saj më të vështira, ndodhet një nga pikat e saj më të errta dhe me analizat e mia unë vazhdimisht kam treguar se kam qenë në gjendje të evidentoj problemet, të evidentoj gabimet, krimet her pas here që janë bërë dhe që janë evidentuar në sistemin shëndetësor shqiptar, por jam munduar të jap edhe rrugëzgjidhje për shumë nga këto probleme. Sigurisht të gjitha këtyre propozimeve të mia, rrugëzgjidhjeve të mia, gjithmonë në diskutime që kam patur qoftë me miq, qoftë edhe me qytetarë në Shqipëri, kam patur atë tisin e mosbesimit, duke thënë, është lehtë të flasësh nga Gjermania, por ta provosh një në Shqipëri dhe të përballesh vetë në Shqipëri. Dhe pikërisht ky është edhe motivi i parë i ardhjes. Pra, në qoftë se unë në të gjithë këto vite kam punuar dhe jetuar jashtë Shqipërisë, por pa u ndarë dhe pa u shkëputur asnjëherë prej realitetit të atyshëm, sigurisht që kam dëshirë dhe kam të gjithë vullnetin që të kthem dhe të kontribuoj në Shqipëri me ato që unë di dhe me ato që unë kam mësuar. Dhe fatmirësisht, karriera në shumë vende të botës më ka mundësuar që të njihem me sisteme shëndetësore, jo vetëm të vendeve më të zhvilluara si Gjermania, ku punoj prej 6 vitesh, por edhe me disa nga vendet që kanë qenë më të ngjashme me Shqipërinë, me disa vende që kanë qenë shumë më keq se Shqipëria, por edhe me disa vende siç mund të jenë Katari apo Emiratet e Bashkuara Arabe, që sot përfaqësojnë majat e inovacionit në shëndetësinë botërore. Pra, të gjithë këto njohuri, të gjithë këto aftësi, unë jam i gatshëm dhe kam shprehur nëpërmjet këtij kandidimi në primare
vullnetin dhe dëshirën që të vijë të kontribuoj pranë në Shqipëri. E dyta, sigurisht ju e thatë shumë mirë, në fund të fundit kjo është një gest politik. Pra pavarësisht se është ana profesionale ajo që më motivon për të ardhur për të kontribuar në Shqipëri, por si çdo qytetar tjetër shqiptar që sheh me sy kritik atë çka është duke ndodhur në Shqipëri në këto vite, nuk mund të qëndroj indiferent. Nuk mund të qëndrojmë indiferent ndaj korrupsionit, i cili ka arritur të prek çdo fushë të jetës dhe është bërë dhe është i pakrahasueshëm me çdo vend tjetër. Nuk ka ndodhur në asnjë vend ato që ka ndodhur në Shqipëri në këto 12 vjet që qeverisë së rilindja. Pra nuk ka ndodhur kur ato vjedhjet e përbindshme të inceneratorëve, nuk ka ndodhur kur ato vjedhjet të koncesioneve në shëndetësi, nuk ka ndodhur kur afera si Porti Durrësit, ose nuk ka ndodhur kur ajo bashkëqeverisje me krimin organizuar dhe me narkotrafikun që e kanë bërë Shqipërinë një njollë dhe një dele të zezë në Europë për sa i takon bashkëqeverisjes me narkotrafikun. Dhe mbi të gjitha nuk i kishte ndodhur kur shqiptarëve ky shpopullim sot, ose më saktë dje kanë dalë shifrat e Instatit, po sot u bën të njohura për vitin 2024 dhe ajo që të bie në sy është që Shqipëria vazhdon të shpopullohet me ritme të jashtëzakonshme. Pra nëse kur ka ardhur në pushtet qeveria e Zotit Rama, ose një nga qeveria e parë e Zotit Rama, në vitin 2013, Shqipëria ka patur rreth 36.000 lindje në vit, sot ne jemi në situatën që kemi 23.000 lindje në vit. Pra është një situatë katastrofike, kemi një Shqipëri që plaket, kemi një Shqipëri që shpopullohet, dhe nëse nuk bashkohemi, shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët në diasporë, për t'i thënë ndal kësaj situate, sigurisht që nesër do t'jetë vonë. Edhe sot mendoj se jemi shumë vonë, pasi e kemi toleruar shumë gjatë një qeverisje, do të thoja, në çdo drejtim, jo vetëm kleptokrate, jo vetëm një qeverisje të mbrapsht, por edhe një qeverisje e cila si përfundim solli shpopullimin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. A është momenti, doktor, që politika të përfaqësohet me individ dhe personazhe të rinj me perspektivë për jetën politike dhe jo vetëm këtu në Shqipëri? Sepse nga këto primare u zbuluam që një pjesë atyre të cilët kanë 34 vite që mbajnë pozicione në politikë dhe që janë deputet, në një farë mënyre u mënjanuan dhe dolëm të papëlqyer. Çfarë tregon kjo? Primaret në Partinë Demokratike, Albi, kanë qenë unë i gjykoj në radhë të parë primaret si një nga veprimet më emancipuese që mund të bëjë një forcë politike. Pra, vendet me demokracinë më të konsoliduar, si që janë demokracia amerikane, demokracia anglosaksone, i njohin dhe i kanë primaret bazë të përzgjedhjes, sepse nëpërmjet primareve shprehet vullneti i antarësisë dhe në fund të fundit antarësia është ajo e cila duhet vendos mbi mënyrën se si vetë qeveriset brenda saj një forcë politike dhe mënyra se si vetë qeveriset brenda saj një forcë politike më pas manifestohet edhe në mënyrën se si kjo forcë politike qeveris vendin. Dhe mesazhet kanë qenë të qarta, besoj. Për shembull, të gjithë e dim që një fushat elektorale, qoftë edhe brenda një force politike, kërkon prezencë, kërkon takime, kërkon intensitet. Mirë po, unë, për exemple, për shkak të edhe të qenjes lartë, për shkak të pamundësive për të patur një fushat konstante me antarët e Partisë Demokratike në qarkun e Beratit, pata mundësi një ditë e gjysmë të vija të takoja të paktën disa persona, të shtrëngoja duart e disa persona. Dhe mjaftove një ditë e gjysmë për t'ju nxjerrë ju të tretin në listë sipas pëlqyesve. Po e kërkon antarësia, Albi, që të vinë dhe të kontribuojnë pranë. Pastaj të mos harrojmë që mesazhi që unë jap, pavarësisht se shkoj dhe kandidoj në vendin tim të lindjes, aty ku sigurisht jam lindur, jam rritur, kam kryer shkollimin deri para se të vazhdoja studimet universitare. Pra, pavarësisht nga këto njohje dhe nga kjo lidhje me qytetin tim, të cilën nuk e kam ndërprer asnjëherë, por dhe mesazhi që unë jap, pra që edhe ne shqiptarët që jetojmë dhe punojmë në diasporë, nuk është se kemi hikur nga Shqipëria dhe nuk mendojmë ndonjëherë të kthehemi dhe të kontribuojmë. Por mesazhi ishte se ne jemi të gatshëm,
unë, madje janë dhe shumë kolegë të tjerë, nuk duhet të absolutizoj veten time këto, ka shumë shqiptarë të cilët janë larguar nga Shqipëria dhe nuk e shohin Shqipërinë si mundësi për t'u shprehur profesionalisht, sepse në Shqipëri në këto 12 vite është vrarë profesionalizmi. Në shëndetësinë shqiptare nuk ka ndodhur asnjëherë shëndetësia shqiptare të keq qeveriset si këto 12 vjet. Dhe jam i bindur që edhe fusha të tjera që ka analizuar në një program shumë ambicios Partia Demokratike, programin për Shqipërinë madhështore, ka ndodhur e njëjta gjë. Pra nuk drejton në Shqipëri kompetenca, nuk drejton në Shqipëri aftësia, por përkundrazi, drejton pa aftësia, drejton patronazhisti, drejton personi i cili e shfrytëzon postin jo për të sjellë përmirësim për komunitetin, por për përfitim personal dhe për pasurinë personal, e thënë hapur e shfrytëzon postin për hajdutëri dhe për grabitje të taksave të qytetarëve shqiptarë, siç e kemi parë me 5D dhe siç e kemi parë në pothuajse çdo aferë që është ekspozuar i lindjes në këto 12 vjet. Pra, duke jetuar një situatë të tillë, nuk ka motivim për persona si unë dhe kolegët e mi që jetojmë, jemi të nderuar në punën tonë, kemi krijuar një jetë komode këtu që jetojmë, të kthehemi në Shqipëri, sepse nuk do vlerësohet as kontributi ynë, as aftësia jonë dhe as ato që dim të bëjmë ne. Kurse programi që ka hartuar në këto muaj Partia Demokratike, një program me vlera të mirëfillta konservatore, një program i cili dhe shëndetësi, nuk kam qenë pjesë shumë aktive e artimit të programit shëndetësisë. Kemi qenë pjesë shumë tryezave dhe jemi munduar që në këtë program të mishërojmë dy aspekte. Në radhë të parë, atë çka i duhet shëndetësisë sot tëri më këmbet, të kaloj ato pasojat e 12 viteve kur jo vetëm që nuk janë shtuar investimet për shëndetësinë, por përkundrazi, u morën $500 milion shëndetësisë për t'u dhënë 4 oligarkëve të koncesioneve. Në një kohë kur nuk e kanë drejtuar shëndetësinë kompetentët, po e kanë drejtuar beqet, manastirlinj, madje dhe persona që nuk kanë patur asnjë lloj lidhje me sistemin shëndetësor shqiptar. Pra, në kushtet kur duhet të kthejmë pra të gjithë këtë situatë e cila ka precipituar deri në momentin ku flasim. Nga ana tjetër, duhet të krijojmë një program që të ecë në unison me programin e Shqipërisë madhështore dhe në fusha të tjera, dhe unë para pak ditësh kam patur dhe një status në këtë, në sensin për një shëndetësi madhështore, sepse ekzistojnë mundësit që dhe në shëndetësi të hedhim hapa të mëdhenj përpara dhe të krijojmë atë shëndetësinë e së ardhshmes në Shqipëri. Dhe e treta pastaj, kush do ta realizojë këtë gjë? Sigurisht kolegët tanë në Shqipëri, të cilët kanë vullnetin, kanë dëshirën e mirë të punojnë dhe nuk vinë të drejtojnë as për të vjedhur dhe as për të pasuruar për veten e tyre, por sigurisht këtu kërkohet pastaj që dhe shumë nga ne që jetojmë e punojmë jashtë Shqipërisë, që kemi patur mundësinë të kontribuojmë dhe të mësojmë pranë disa sistemeve më të avancuara se Shqipëria, të sjellim përvojën tonë. Dhe kjo do të jetë një vlerë e shtuar, patjetër. Patjetër, dhe do të harmonizojmë këtë vullnet dhe dije me kolegët tanë në Shqipëri për të ndërtuar Shqipërinë së nesërmes. Pra janë mesazhe, besoj, kjo ka qenë edhe arsyeja, Albi, sepse kandidimi im u mirëprit nga antarët e Partisë Demokratike në Berat, Kuçov, Dimal, Poliçan dhe Skrapar, sepse unë jap në një farë mënyrë dhe mesazhin e shpresës për rikthim në Shqipëri. Pra ata prindër që kanë fëmijët e tyre në emigracion, sot Berati e ka gati 50% të popullsisë, qarku i Beratit e ka me moshën mbi 50 vjeç, sipas shifrave të dieshme të Instatit. Lindjet pothuajse janë përgjysmuar në 2024 në raport me 2014. Pra, qarku i Beratit po përjeton një katastrofë. Ai qytetar dhe ai antar i Partisë Demokratike që ka votuar për mua, ai natyrisht ka votuar duke thënë nëse po kthehet doktor Erioni, po lë rehatin e tij në Gjermani, karrierën e tij në Gjermani dhe vjen për të kontribuar në Shqipëri, mund të kthehet edhe djali im, mund të kthehet edhe vajza ime dhe Berati, Dimali, Kuçova, Skrapari, Poliçani të rifitojnë atë gjallëri që kanë patur, të kenë përsëri një jetë sociale, të kenë përsëri një jetë komunitare. Pra Shqipëria në një farë mënyre të ndalet së pari kjo hemoragjie e qytetarëve shqiptar në diasporë dhe e dyta të japim mesazhin e shpresës duke krijuar nëpërmjet qeverisjes së nesërme të Partisë Demokratike një situatë ku shqiptarët,
kudo që jetojnë dhe punojnë në botë, të mendojnë rikthimin pranë Shqipërisë, sepse Shqipëria i mirëpret dhe Shqipëria as nuk i përdor për propagandë, siç i ka përdorur në këto muajt e fundit në mënyrë të paturpshme zoti Rama dhe anëtarë të tjerë të qeverisë së rilindjes, nuk i përdor as për show, por i përdor, i ofron mundësi reale që ato fonde që kanë akumuluar nga puna në emigracion, ato njohuri që kanë akumuluar nga puna në emigracion, ato aftësi që kanë zhvilluar nga jeta jashtë Shqipërisë, të vinë dhe t'i vendosin në shërbim të Shqipërisë, në shërbim të vendit tonë, për të bërë të mundur, pra siç e thash, atë që e ka sankcionuar në mënyrë shumë elokuente në ato dy fjalë Partia Demokratike për një Shqipëri madhështore. Doktor, ju i keni ndjekur patjetër në një farë mënyrë të gjitha zhvillimet të cilat kanë ardhur nga primaret realizuara nga Partia Demokratike. Shkurtimisht, si është dukur procesi nga këndvështrimi juaj? Të paktën ka qenë një proces i mirë, ka qenë një proces i cili mund të ishte realizuar edhe më mirë, apo ka qenë një proces i keq? Unë e përmenda pak më lart, Alvi, që vetëm procesi i keq nuk mund të jetë. Ky është një imazh i jashtëzakonshëm, ky është një imazh i cili i tregon qytetarit shqiptar se nëse demokrati i thjesht, ai person i cili ka qenë besnik i Partisë Demokratike prej 34 vjetësh ka raste, persona që janë atje që kur është krijuar Partia Demokratike, por edhe persona që kanë ardhur në vite pranë kësaj partie, vendosin për strukturat e partisë, zgjidhen kryetarët e partisë nëpërmjet panimit një antar një vot, zgjidhen strukturat drejtuese të degëve dhe sot u zgjodhin kryetarët, kandidatët për kryetar bashkie para 2 vitesh, dhe sot zgjidhen deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Pra, ky është një mesazh jashtëzakonisht emancipues, e quajta unë pak më lart dhe i qëndroj në çdo pikpamje, dhe mbi të gjitha një imazh që tregon se kjo forcë është demokratike në vetvete dhe si e tillë do të qeverisë nesër dhe shqiptarët në mënyrë demokratike. Pastaj vim tek mënyra se si u zbatua ky sistem. Unë nuk e di se çka ndodhur në qytetet e tjera, unë kam ndjekur Beratin nga afër, siç e thash, atë një ditë e gjysmë që pata mundësi të vija të bëja fushat, por sigurisht nëpërmjet telefonatave kanë qenë prezent gjatë gjithë periudhës fushatës, që ishte e shkurtër për hir të së vërtetës, diçka më pak se 1 javë nga momenti i konfirmimit të kandidaturave. Pra, gjatë gjithë kësaj kohe unë kam qenë prezent dhe më ka ardhur shumë mirë, të them të drejtën, që të gjithë kandidatët në primaret e Beratit kanë dhënë një mesazh. Nuk është betejë kjo e 1 marsit, betejë është ajo e 11 majit. Pra, e gjithë kjo ka qenë një konkurrencë më se vllazërore brenda radhëve të Partisë Demokratike. E kemi parë njëri tjetrin me kandidatët e tjerë jo si kundërshtar, po si mik edhe pse jo si vëllezër dhe motra për kandidatët zonja, dhe kemi patur një fushat pra shumë të emancipuar, një fushat dhe shumë dinjitoze, sidomos kandidatët që kanë qenë prezent në qytetin e Berat, në qarkun e Beratit gjatë kësaj kohe. Pastaj sigurisht probleme të vogla ka, zgjedhjet edhe kur janë brenda një force politike, natyrisht kanë brenda dhe elementin e garës, por asnjë nga ato kam dëgjuar që është përmendur janë përmendur edhe paregullsi në disa, janë ka patur kandidatë që janë përmendur që janë ankuar për paregullsi, por besoj që këto janë aq të vogla dhe aq minimale dhe nuk kanë të krahasuar me dobit që ka procesi në ato mesazhe që dha dhe që unë i përmenda pak më lart. Pra për t'i përmbledhur me një pyetje, për ta përmbledhur përgjigjen e pyetjes suaj, gara ka qenë e ndershme, gara ka qenë e dobishme, fryma që solli kjo garë ka qenë e jashtëzakonshme dhe kur e krahason me frymën që sjell kundërshtari ynë politik, Rilindja dhe Partia Socialiste, ku aty ministrat e mësojnë që janë të emoruar në sallë në formë kinder surpriza i quajon, sepse ka patur ministra që e kanë marrë vesh në një sallë mbledhjesh janë shkarkuar apo janë emoruar në pozicione, deputetët dhe kryetarët e bashkive që emorohen nëpërmjet diktatit të kryeministrit në mënyrë totalisht jo transparente dhe sipas tekave të zotit Rama, pra kur e krahason me se ç'ndodh në kampin e kundërshtarëve tanë, kjo është një ndarje si dita me natën, primaret në raport me procedurat jo transparente dhe totalisht të
të akaparuara në një dorë të Partisë Socialiste, dhe këtë mesazh besoj se e kanë marrë edhe qytetarët shqiptar dhe do ta shprehin atë me votë në 11 maj, ku sipas të gjithë sondazheve, sipas të gjithë frymës që është krijuar në elektorat, duket se Partia Demokratike ecën drejt një fitoreje të sigurt. E qartë, doktor, duhet të ndalem në minutat e fundit tek fushata elektorale. Duhet të ndalem patjetër edhe tek surprizat që Partia Demokratike ka dhënë të paktën nga gjatë muajve të fundit me prezencën dhe hapjen dhe sjelljen në Shqipëri të Kris Lasivitës për të drejtuar fushatën elektorale të Partisë Demokratike. Si ishini të gjitha këto zhvillime? A do të jetë një plus të paktën për garën, për fushatën, për mënyrën e qasjes kundrejt komuniteteve, kundrejt qytetarit? Zoti Lacivita nuk vjen si një individ, ai vjen si një frym. Vjen si një frym e asaj çka ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë vitit që kaloi. Të mos harrojmë se problemet më të mëdha që ka patur Amerika, por që fatkeqësisht ishin probleme që u transportuan edhe në Shqipëri, ishin të lidhura me një aktivitet i cili gjithmonë më tepër është bërë i dukshëm para publikut, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, aktiviteti që ka patur Fondacioni Famkeq Soros në ndikimin e tij, qoftë në politikën amerikane, por ne e vuajtëm këtë në politikën shqiptare, nëpërmjet reformës në drejtësi dhe nëpërmjet shumë aktiviteteve të tjera, të cilat patën efekte jashtëzakonisht të dëmshme për Shqipërinë. Të mos harrojmë që ne patëm edhe atë lidhjen e ngushtë vllazërore është quajtur midis trashëgimtarit të këtij fondacioni, zotit Alex Soros, dhe kryeministrit tonë, të cilët u bën gati binjak siames të pandashëm edhe në median sociale. Pra ne vuajtëm këtë situatë. Në momentin kur në politikën botërore vjen një fenomen që unë e kam quajtur uragani Trump, i cili ka ndryshuar në mënyrë radikale të gjithë atë politikë e cila ishte e kapur nga elementë të errët, do të thoja, elemente prapaskenës, shteti i thellë është quajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Deep State, dhe zoti Trump me ekipin e tij vjen ta shkallmoj këtë shtet dhe të krijojë dhe të rikthejë demokracinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila dashur pa dashur shërben ose jo dashur pa dashur, por prej 250 vitesh demokracia amerikane shërben si shembull për demokracinë e të gjithë botës. Mua më vjen mirë që zoti Lecivita është një lidhje e ngushtë midis asaj çka ndodh në Amerikë dhe asaj çka zoti Trump është duke bërë në Amerikë dhe asaj çka duhet të bëjmë dhe ne në Shqipëri për të korrigjuar pasojat e rënda dhe dëmet e jashtëzakonshme që ka sjell kjo mënyrë funksionimi e shtetit të thellë edhe në Shqipëri. Kjo është ana e mesazhit, ana e domethënies dhe ana e imazhit që sjell zoti Lacivita në Shqipëri. Por nuk duhet harruar këtu dhe ana tjetër praktike. Dhe kjo është po aq e rëndësishme. Pra zoti Lacivita Lacivita ka qenë kryetari i fushatës së presidentit Trump, ka patur një rol shumë të rëndësishëm në të gjithë elementet e kësaj fushate dhe si i tillë ai natyrisht ka një përvojë të jashtëzakonshme organizative, ka një përvojë të jashtëzakonshme për të krijuar ato mesazhe që nisin nga programi. Pra, të mos unë e përmenda në fillim të bisedës time që dhe jo vetëm programi, doktor, se do të jetë edhe mënyra e qasjes, ashtu siç e thash edhe pak më. Dhe kam përshtypjen që do jetë një betejë e ashpër, se nga ana tjetër kemi kryeministrin Rama, i cili ka përfaqëson patjetër atë karakterin e tij luftarak dhe karizmatik, ndërkohë nga ana tjetër kemi zotin Berisha, i cili do të mbështetet nga Kris Lasivita. Dhe Lasivita, për hir të së vërtetës, që në momentin që u prezantua ka qenë me qëllime të qarta dhe ka qenë tepër i prerë në atë se çfarë ka deklaruar për zotin Rama apo qoftë edhe për qeverisjen e këtij të fundit. E tha qartë zoti Lacivita që zoti Rama për administratën aktuale amerikane është ashtu sikur se ka qenë në gjithë këto vite një kukull e Sorosit.
Pra, zoti Rama ka vepruar dhe ky është një nga cilësimet më të rënda që janë bërë zotit Rama. Por në momentin që ju më bët këtë pyetjen saktësuese, unë isha duke u ndalur tek elementi dytë i rëndësishëm i kontributit të zotit Lacivita. Të mos harrojmë dy fushatat e fundit elektorale që ka në zgjedhjet parlamentare që ka drejtuar zoti Rama dhe Partia Socialiste, fushatën e 2017 dhe të 2021-shit. Dy fushata krye këput pas një program, pas një mesazh, sepse nuk mund të ketë më program dhe mesazh Partia Socialiste. E ka gënyer dhe e ka mashtruar aq shumë këtë popull sa nuk i ka ngelur më mashtrim për të thënë. Pra nuk mundet, nuk mund të japi llogari sepse s'ka bërë asgjë. Dhe nga ana tjetër nuk mund të premtoj më sepse i ka ezauruar të gjithë premtimet. Dhe dy fushatat e fundit kanë qenë, të mos harrojmë atë fushatën ku dilte me defe dhe me timon zoti Rama në 2017 nëse nuk gaboj, dhe në 2021 pasaj një fushat pa thelbe dhe pa bosht. Në rastin kur përballë ka një strateg fushatës elektorale si zoti Lacivita, këtu nuk do të tolerohet më kjo fushat të degeneroj në një fushat boshllëku dhe një fushat akuzash pa bosht. Kjo fushat do të zhvillohet ashtu sikurse e meritojnë qytetarët shqiptar, mbi programe, mbi ide zhvillimore. Qytetarit shqiptar, unë dhe kolegët e tjerë të Departamentit Shëndetësisë të Partisë Demokratike, do t'i sqarojmë çdo ditë të fushatës, çdo të bëjmë ne në fushën e shëndetësisë. Çka bërë të gjithë ato analiza që i kemi bërë qeverisjes së zotit Rama në shëndetësi, do ja kthejmë në përditshmëri qytetarit shqiptar së bashku me mesazhet se si do të punojmë për ta realizuar shëndetësinë madhështore në kuadër të Shqipërisë madhështore. Dhe nuk do të degenerojë më kjo fushat në një fushat baltose, në një fushat pa ide, në një fushat ku zoti Rama të dalë me dajre dhe me timon për të mashtruar qytetarin shqiptar dhe votuesin, qoftë edhe atë socialist, por edhe kur t'ja kërkoj votën votuesit socialiste di Rama, duhet të ketë në këto zgjedhje dhe idet e tia dhe të guxoj të ballafaqoj ato me idet shumë superiore, me idet konkrete, zhvillimore që ka programi i Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha mbi një program i cili synon ta kthejë Shqipërinë dhe të shohë drejt vlerave të pastra konservatore, siç janë familja, siç janë liria, siç janë mbrojtësia dhe pasurimi i individit, taksat e ulta, besimi në Zot, pra të gjithë këto vlera të cilat u përdhosën në këto 12 vjet në sajt të gjithë atyre ideve neoliberale dhe të liberalëve të majt që ka mbështetur dhe që ka promovuar ajo që ne thamë, sepse kur e themi, pse i themi që zoti Soros dhe fondacioni vet kanë qenë një kërcënim për Shqipërinë, shoqërinë shqiptare dhe për njerëzimin, sepse vlerat që ata kanë promovuar në gjithë këto vite janë vlera as pak të natyrshme për shoqërinë njerëzore, janë vlera që kanë dobësuar çdo shoqëri ku janë zbatuar dhe ku është përpjekur të mbillen dhe pikërisht këto vlera po sulmon sot zoti Trump, presidenti Trump dhe ekipi vet. Pra nuk e kanë me Sorosin si individ, me Alex apo George Sorosin si individ, e kanë me Sorosin si një fenomen i cili ka mbështetur në të gjithë këto vite një agjendë të cilën ne fatkeqësisht e pam të zbatuar në Shqipëri në të gjitha pikat e saj nga Aja deri te Zheja. Se çka bërë kjo agjendë për shpopullimin, se çka bërë kjo agjendë për shkatrimin e familjes, se çka bërë kjo agjendë për bjerjen e vlerave të individit drejt disa vlerave të cilat nuk mund të jenë të shoqërisë shqiptare, sepse shoqëria shqiptare në thelb është një shoqëri që vlerëson lirinë, vlerëson familjen, sidomos familjen që e ka themelin e saj të organizimit, vlerëson besimin në Zot, vlerëson lirinë ekonomike dhe nuk mund të pajtohet kursesi me ato vlera që u munduan t'ju imponoheshin nga rilindja e nxitur në një farmase ose e nxitur në një masë të konsiderueshme nga idet që vinin nga, siç e thash, nga Fondacioni Soros, George dhe Alex Soros. E qartë. Doktor, të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, si gjithmonë është kënaqësi t'ju kemi në komunikimet drejt për drejta. Faleminderit ju për ftesën, ditën e mirë. Ka publicitet.